Me një vendim 8-0, gjykata kushtetuese vendosi se socialistët kanë shkelur procedurën për thirrjen e seancës së datës 16 shtator, kur votuan rregulloren e re të parlamentit. Ky vendim nënkupton se riformulimi i komisioneve parlamentare sipas idesë së socialistëve është rrëzuar. Kushtetuesja tha se deputetët e opozitës u është mohuar e drejta e tyre shprehjes. Se takon themelit të pretendimeve të kërkuesit, duhet vendosur shfuqizimi i vendimit nr. 57 fraksion 2025 për shkak të cënimit të parimit të demokracisë përfaqësuese të lidhur me lirinë e shprehjes së deputetëve si pasojë e shkeljes së rregullave të thirrjes së mbledhjes së kuvendit si dhe të procedurës së ndjekur për miratimin e aktit objekt shqyrtimi. Por kjo nuk rezon automatikisht përbërjen e komisioneve, pasi gjykata e ka lënë kohë kuvendit 30 ditë pas vendimit përfundimtar që të ribëjë procedurën. Kjo do të thotë se socialistët mund të miratojnë të njëjtën rregullore me të njëjtat komisione, por tani më duhet ndjekur procedura e rregullt parlamentare.